Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula ka mbledhur operatorët e inspektoriateve rajonale të Vlorës. Në nisje të sezonit veror, qyteti i Vlorës mbaj një peshë të rëndësishme për mënyrën e funksionimit si dhe operimit të inspektoriateve. Problematika, zgjidhjet dhe mënyra e funksionimit për të qenë më prezent në teren ka qenë edhe pika kyçe e diskutimeve. Shëndetësia, ushqimi, territori, mjedisi e të tjerë janë ato që kanë peshën edhe më të madhe të përballimit të sezonit. Dashnor Sula në deklaratën edhe për mediat foli për rëndësinë e ndryshimeve që përfshin krijimi i një strukture të posaçme të inspektoriateve. Përfshirë shkrirje në një të IKMT-s dhe IMT-s, ndërsa shtoi se IKMT mbetet plak për Bregdetin duke pranuar po ashtu edhe problemin e ndërtimeve pa leje, përfshi edhe rastin në qytetin e Sarandës. Për kryeinspektorin Sula, transparenca dhe komunikimi me qytetarët do të pësojnë ndryshime, duke dhënë mundësi të denoncojnë e shprehjen ankesat më lehtë nëpërmjet portalit dhe linjës telefonike. Vlora është me një rëndësi strategjike për turizmin në Shqipëri, do të thosha është pasaporta shqiptare për të gjithë Europën për sa përket turizmit. Vlora ka një rëndësi jashtëzakonisht të veçantë, pikërisht në këtë moment që çdo turist, çdo qytetar i Bashkimit Evropian, i cili do të vizitojë Vlorën, do duhet të jetë në përmbushje të çdo standardi të pritshmërisë ato kanë. Që do të thotë, duke filluar nga ushqimi, duke filluar nga farmaceutika, duke filluar nga problematikat e tjera, që çdo inspektoriat do ketë për detyrë dhe një ngritje një task force të cilët do të realizohet për të bërë të mundur që ne t'i vim në shërbim jo vetëm turistëve tuaj, por edhe qytetarëve kushtuse pra turistëve shqiptarë. Që do të thotë, është jashtëzakonisht rëndësishme që çdo inspektor, çdo trup inspektimi do duhet të jetë vigjilente në çdo moment për të bërë të mundur për të parandaluar çdo ndodhi e cila mund të jetë e papërgjithshme, e cila mund të ndikojë në imazhin të Shqipërisë për sa përket në Bashkimin Evropian, që është shumë e rëndësishme, sidomos ushqimi, e theksoj, sidomos ushqimi, duke filluar nga furnizimi, duke filluar nga gjithçka tjetër, që do të thotë që çdo inspektor do të di dhe të monitorojë përgjatë 24 orëve çdo subjekt të tregtimit me shumicë dhe atyre me pakicë apo të shërbimeve në të gjithë vijën bregdetare të restoranteve për të bërë të mundur që të ketë një shërbim cilësor dhe që ne të mbrojmë konsumatorin nga çdo e papritur që mund të ndodhë. Nuk do të kemi tolerancë për asnjë inspektor që shkel ose anashkalon ligjin, tha Sula ndër të tjera. Do të jem shumë i drejtë për drejtë me median e nderuar të qytetit të Vlorës, po ju garantoj që sa kohë do të jem në krye të inspektoriatit të përgjithshëm dhe të varësisë që kemi inspektoratet qendrore dhe inspektoratet rajonale deri tek inspektori i fundit, ne dhe unë bashkë me gjithë stafin jam i përkushtuar që çfarë do lloj problematike që të ketë, çfarë do lloj rasti që konstatohet shkelje të ligjit, po ju them dhe përsëris, apo të akteve të korrupsionit, do jemi me tolerancën zero. E kemi demonstruar dhe nuk është për të marrë shembull inspektoratet e tjera, qytete të tjera, por po ju them që në çdo ditë, çfarë do lloj sinjalizimi që kemi për inspektor të cilët abuzojnë me ligjin, ne kemi qenë shumë të qartë në vendimarrjen tonë dhe do jetë toleranca zero. Dhe këtë kam parasysh që edhe po e them qeveria dhe vetë kryeministri Rama vetë personalisht na ka thënë dhe na ka udhëzuar që do duhet që trupa inspektimit do të jetë në nivelin maksimal. Sigurisht është e vështirë, sigurisht nuk arrit për një ditë, një javë apo një muaj, por jemi në rrugën e duhur. Dhe po ju them që transparenca do të jetë maksimale. Dhe për këtë do ju bëjmë dije të gjithë mediave të qytetit të Vlorës që jo më larg se sa përpara 3 ditësh vetë inspektorati i përgjithshëm me të gjithë udhëzimet që unë kur ka filluar punë kemi ngritur linjat e komunikimit të japim mundësi qytetarëve shqiptar nëpërmjet një portali i cili është ngritur dhe fillon funksionimi javën tjetër, sigurt.gov.al me qëllimin e vetëm që çdo mos jetë vetëm syri një inspektori në terren apo problematikët që ka terreni, por të jetë dhe syri një qytetari, të 10 qytetarëve, 100 qytetarëve, 1000, 100.000 qytetarëve për t'i informuar.
Ju bëjmë dije që përsëri javën tjetër fillon në funksion linja e gjelbërt 0800 pikërisht për të patur mundësinë e sinjalizimit nga ana e qytetarëve për problematikat, qoftë për rastet e inspektorëve, qoftë për rastet të shkelit, qoftë për rastet të abuzimeve, të cilët kjo do ta ndihmojë jashtëzakonisht shumë. Dhe po ju bëjmë dije përsëri për transparencën që ne përpara një jave kemi përfunduar si Inspektorati i Përgjithshëm në bashkëpunim me Sekretariatin Qendror të Republikës së Shqipërisë të gjithë indikatorët të rrezikut, pra torse që quhen në gjuhën teknike, të përcjellura tek Akshi dhe po bëhet studimi i tregut dhe shpresojmë që brenda 7 ose 8 muajve të përfundojë digitalizimi të gjithë inspektorateve, që do të thotë nuk do të jenë më inspektorët të cilët do të përzjedhin një subjekt se ku do të kryhet inspektimi, por do të jetë sistemi i cili përzjedh në bazë indikatorëve të rrezikut kush subjekt ka rrezik më të lartë që të inspektohet dhe kjo të rrit transparencën dhe ul korrupsionin. Takimet vijojnë në kuadër të trajnimeve dhe diskutimeve në të gjithë vendin, kryesisht për mbarvajtjen e një sezoni turistik pa probleme.